Aksamil, afër plazhin Poda, kemi Poda, varë një palmë, kanë gjetur të çantë dhe erdha ta dorëzoj. Kjo është një video që na dëshmon që heronjt nuk I gjejmë vetëm në filma, por dhe në jetën e përditshme. Kemi të bëjmë me një zotëri qytetar nga Saranda, nga Aksamili, Renato Sheu, sipërmarrës, I cili në një nga ato ditët e përditshme që bënte cejake me familjen e tij, gjen një çantë e cila mbarte $17,000. Veprimi I parë që bën është sinjalizon përmes vajzës së tij në rrjetet sociale për të komunikuar se kujt I përkiste kjo çantë, dhe më pas kujdeset që kjo çantë të shkojë drejt autoriteteve përkatëse për t'i dorëzuar këtë shumë parash tek I Zoti. Janë raste të tilla të cilat na tregojnë që njerëzit e mirë janë gjithmonë rrotullnesh. Jemi studio gjithashtu edhe me një mikesh shumë të mirë të programit, që është Ermela Shllaku, psikologe, për na treguar edhe një trajtesë tjetër të gjithë kësaj ngjarje, por si fillim le t'ja japim fjalën për ta treguar vetë historinë e tij, Renato. Përshëndetje, kënaqësi që lidhemi së bashku. Renato, të përshëndesim. Përshëndetje. Quhem Renato Sheu, jam nga Aksamili dhe duke vozitur në shtetëtoren e Aksamilit, afër plazhit Poda, gjem një portofol aty në një afër një palme, dhe shikojmë nuk ishte njeri. Morëm e hapëm, shikojmë dokumente brenda, vdhen shumë parash konsiderueshme. Në moment vajzës pa shikuar në rrjetet sociale, ta shpërndaj me rrjetet sociale, ta gjej personi që ka humbur portofolin, ta gjej sa më shpejt se mos e kërkon. Dhe shkruajti vajza nga që ishin dokumentet ishin të huaja, ishte një ukraneze në dokumente. Kishte karta brenda, karta banka, kishte dokumente, kishte lek ukraneze. Dhe I thash pa shikoj, shkruaj në Saranda Web, shkruaj në Jeta Shef, shkruaj në grupet e huaja, në këto grupe që kudo ku ju mundët për të sinjalizuar. Kudo që me që vajza të më mirë nga rrjetet sociale. Po? Dhe direkt vajza shkruaj në Saranda Web, shkruaj te grupet ukraneze, shkruaj te grupet në Saranda Web, atje ku humbin sendet. Dhe nuk se u përpoqën të mirëm një përgjigje sa më të shpejt, mbase ajo kishte bërë një kërkesë ose në grupe. Nuk morëm përgjigje ande, në moment I thashun nuk dojmë ta dorëzojmë policinë në Sarandë, se nuk dhe vajtëm në Sarandë, në policinë Sarandës për ta dorëzuar, se nuk mund ta mbanin më tepër se si dihet ata janë kalimtar, kuptoj çfarë bëhet që ta gjenin policia të paktën. Ata janë kalimtar, mund të ikte ditën tjetër, mund të kisha biletë udhëtimi. Dhe mora policinë telefon dhe I thon kështu, më thon mua të vi patrulla, jo se vi vetë, thash unë e dorëzoj vetë, s'ka problemi, thash unë. Mirë, vajtën policia atje, më pritën mip atje, në rregull çdo gjë, u bë çdo gjë në mes të kamerave, në mes të me procedurë me të gjitha procedurat e tura. Unë muruan ato lekë në si të siç edhe ne ndoshëm në fakt edhe po e shohim ndërkohë edhe video shoqëruese. Patjetër ishte një shumë e konsiderueshme. Për shembull, ishte edhe disa lek ukraneze që kishte bërë atje, disa të holla, nuk e di çka kishte, dokumenta të gjitha atje. I lam atje, pastaj ditën tjetër kjo zonja e gjeti në grup atje herët dhe I shkruajti vajzës, kështu e kam humbur portofolin. Se ne tentuam Facebook, po nuk I kishte privat, ajo edhe nuk dilte në Facebook, nuk e gjej dot. Si person me ata emër mbi emër. Se ishin emër të asaj gocës. Dhe I shkruajti vajzës herët në mëngjes dhe vajza I thotë që neve pritëm për ta I dorëzuam policisë, thashë nuk mund të mbanim letët. Renato, keni patur mundësi të takoni me zonjën?
Shiko, ata janë kalimtar, nuk e di, nuk unë s'pata mundësi se unë jam Ksamil dhe vajta i dorëzova në Saran, nuk i dorëzova në Ksamil se policia është Saran, nuk është Ksamil, unë mora policinë në telefon, i thash ka këtu në Ksamil, më thanë jo duhet vish Saran, në rregull, po vish Saran. Më thanë të dërgoj një patrull, jo s'është e nevojshme, më mirë vi veti thashun se ka dhe lek konsiderueshme këtu, më mirë të janë vetë prezent atje. Dhe ditën tjetër tani më thonë mua nga informacioni policisë, më thonë mua ka personi. Faktikisht ajo ishte persone në dokument, apo ka qenë i fejuari, burri, se kishte me fëmijë faktikisht që dukeshin atje. Dhe më thot të jap telefonin tënd apo të marrësh telefonin, jepi telefonin tim, i thash unë. Tani unë anglisht nuk e di dhe mirë dhe komunikoj goca. Dhe i tha faleminderit ai, edhe tani i faleminderit të ftohtë. Një faleminderit e ftohtë. Po, e ftohtë faleminderit. Dhe kështu janë zakonisht të huaj, tani mos të keq kuptojmë, varet se presioni kanë patur, që me emocione, shkupton nuk... Po kjo nuk e zbe as pak gjestin tuaj. Përkundrës. Patjetër, unë e bëra nga dëgjeja ime, e bëra se për shembull, po të isha unë vend të tij, mendova po të isha unë vend të tij, çfarë do bëj? Për shembull, këta ai mund të kishte lekët, për shembull, mund të kishte ato të ardhura për kaluar pushime, për të bërë një udhëtim. Kupton se njerëzit Në të unë kam vetëm një pyetje tjetër, se ti po në zbulon shumë nga ngjarja. Pse zgjodhët ju edhe pse bët këtë gjest, mos të dilni me imazhin tuaj në ekran, por të bëni vetëm një telefonat për ta treguar gjithë historinë? Shiko, nuk jam, unë e bëra për të dalë në televizor. Unë nuk e bëra këtë gjest për të dalë në televizor, të më shikoj ma se kush jam. Unë e bëra se kështu e kuptoj unë, kështu, ndërgjegja ime kjo është. Jam njeri, edhe unë për shembull kam managjoj këtu me turista mere, managjoj vilën time, disa apartamente këtu në Ksamil, Villa Renata Ksamil, disa apartamente dhe gjithmonë që kanë lënë sende këtu, ua kam dorëzuar, dhe vitin ua kam mbajtur këtu, nëse kanë ikur për shembull, se kemi par moment, për shembull kanë mbajtur, kanë marrë vitin që kanë ardhur vitin tjetër, dhe unë kështu mendoj, nuk kishin lekët e mia ato, nuk më përkishin mua, dhe prandaj dhe unë zgjodhet i kesh. Zoti Renato, ne të falenderojmë shumë për kohën edhe për vetë faktin që ndave historinë në detaje me ne. E respektoj shumë zgjedhjen tuaj për të mos dalë me fytyrë, por e shpjegoj shumë bukur. Unë e bëra sepse ky jam unë dhe këtë ndjej unë dhe këtë di unë, nuk e bëj për të dalë në televizor. Por në qoftë se do kishe dalë me fytyrë, ndoshta ajo vila që ti ke në Ksamil do kishte më shumë punkte se son veror. Shëndeti. Renato, një sezon të mbarë për ju, se di mjaft mirë që ka nisur që tani. Zoti Renato, fantastik, faleminderit shumë. Mirë, e kthejmë bisedën në studio sepse prezantuam pak më herët, kemi një mikesh tonën, Ermira Slaku, psikologe, e cila në fakt të na jep një tjetër perspektivë të kësaj historie. Dëshira e mirë e njerëzve për të bërë mirë. Ndryshe quhet altruizëm. Altruizmi. Në terma të përgjithshëm, në terma konkret, besoj të gjithë e kemi hasur çfarë është altruizmi. Është pikërisht ky model sjellje e cila në bazë të së cilës qëndron dëshira për të bërë mirë të tjerëve, dëshira për të ndjerë edhe vetë mirë ndërkohë që bëjmë mirë. Patjetër në thelb të altruizmit qëndron empatia. Empatia është ajo aftësia që duhet thënë, jo të gjithë e kanë, është ajo aftësia që njerëzit kanë për të vendosur vete në vendin e tjetrit ose për të kuptuar ndjenjat, emocionet dhe qasjen e një individi tjetër. Thënë kjo për ta cekur pak edhe ajo çka zotëria tha është që mendova se çfarë po të më ndodhte mua, pra çfarë do bëja unë, si do gjendesha unë, dhe pikërisht këtë bëjnë njerëzit altruist që nuk është se bëjnë një veprim të mirë sepse u imponohet, por veshin këpucët e tjetrit. Pikërisht, kjo është. Në fakt, ajo që ka vend për diskutim apo për interpretim është telefonata e ftohtë që bën i zoti parave, kështu po e quaj, duke qenë se identiteti nuk është zbuluar. Është çështje kulturash, nuk e vlerëson sa duhet gestin, i duket sikur Renato ka bërë thjesht detyrën e tij. Në fakt po, kemi të bëjmë edhe me ndryshim kulturor. Ndoshta në kulturën tonë, në kulturën shqiptare është shumë e bukur kjo çka zotëria ka bërë dhe patjetër shumë fisnike. Është një veprim që nuk
nuk para e bëjnë të gjithë, ta themi hapur, por ajo që ka ne presim mbrapsht është një mirënjohje. Edhe zotëria jam shumë e bindur që nuk ka dashur asgjë tjetër, përveç se një mirënjohje, një falenderimi me shpirt, një falenderimi të thellë dhe jo asaj çka ai, se fakti që ai e ceku dhe tha një faleminderit të ftohtë, tregon që nuk ka marrë mbrapsht disi atë ndjenjen e altruizmit e empatisë, se njerëzit altruist, siç e thash edhe më sipër, nuk është se bëjnë diçka për të pritur diçka, por prap thellë brenda tyre ka nevojë të marrë një ndjesi pozitive në këmbim dhe është shumë logjike, është shumë okej të jetë kështu. Pra është faktori kulturor ai i cili në këtë rast ndryshon midis këtij zotërie nga Saranda që minimalisht ka pritur një falenderit dhe një duar dhe një person tjetër i huaj i cili ndoshta e ka ndjerë, por është mënyra se si e shpreh problemi. Pikërisht. Në këtë rast, me këto të dhëna pra që kemi të bëjmë me ndryshim kulturor. Patjetër që mund të ndodhe brenda vetë një shteti, të kemi individ të ndryshëm, të cilët kanë qasje të ndryshme ndaj altruizmit, kanë qasje të ndryshme ndaj empatisë, e manifestojnë në mënyra të ndryshme, ka individet cilët janë shumë empatik, pra e mirë kuptojnë tjetrin, por kanë vështirësi në shprehjen e kësaj, pra në shprehjen e falenderimit dhe stepen disi. Pastaj ka individet cilët janë më shprehës, falenderojnë dhe janë edhe me fjalë të bukura, edhe me fjalë të mira, edhe në këtë mënyrë ti arrin ta kuptosh që jemi njerëz të ndryshëm, kemi qasje të ndryshme dhe kemi mënyra veprime të ndryshme. Në kulturën tonë nuk na bën shumë sens kjo faleminderit e ftohtë, sepse jemi një popull shumë shprehës. Në dyja rastet, edhe kur jemi falenderues edhe kur nuk jemi. Renato ndërton një sjellje shumë të mirë për ta trashëguar tek vajza, se ai na tregon rrugës në historinë e tij që mbështetet tek vajza e tij që të bëjë sinjalizimin edhe për të kërkuar se kujt i përkisnin ato para. Dhe në fakt duket sikur kjo sjellje e mirë trashëgohet nga babai tek vajza dhe vjen shumë si gjest edhe brenda familjes. Patjetër. Shiko, familja është roli kryesor, është vendi kryesor ku fëmia merr modele, i kopjon dhe nesër pas nesër i vendos në zbatim. Fëmijët nuk është se mësojnë gjithmonë nëse japim këshilla, pra duke folur me fjalë specifike bëj këtë, bëj atë. Por nëse shikon në familje modele të babait që ka bërë këtë veprim, gjasat që edhe vajza edhe fëmia ta bëj është po e njëjtë, sepse është një model sjellje që tashmë ajo e ka parë diku dhe e ka bërë edhe e bën të vetën, sepse babai po ta vini re dhe e ka përfshirë në gjithë këtë proces. Nuk është se e ka lënë pasive, pra e ka përfshirë dhe në këtë mënyrë i ka zgjuar edhe vajzës ndjenjen e empatisë, ndjenjen e altruizmit që, me thënë drejtën, janë shumë të rëndësishme. Mos harrojmë që fëmia është gjithmonë shëmbulltyr e prindit. Shmisën rasteve po. Në aspektin shkencor, çfarë ndodh me hormonin e dopaminës apo endofinës në momentin që ne bëjmë mirë, humanizmi? Çfarë reaksioni kimik ndodh në trurin tonë? Patjetër, rritet niveli dopaminës, i cili është përgjegjës kryesor për këtë pjesën e lumturisë, emocioneve të bukura. Ndoshta thellë brenda individëve altruist, kjo është ajo çka i bën ata që të bëjnë një altruizëm, për të përjetuar këtë ndjesinë e lumturisë, ndjesinë e dopaminës në situata specifike, ul shumë nivelin e ankthit, ul shumë nivelin e stresit, bën që të kesh një rutinë dhe një jetë disi më të qetë, disi më të lehtë në momentin që ti bën këto veprime të vogla. Unë do të thekja në fakt që altruizmi nuk ka të bëjë vetëm me veprime të mëdhaja dhe konkrete. Altruizmi mund të jemi të gjithë ne çdo ditë nga pak, duke ndihmuar kolegen, duke ndihmuar dikë që shikojmë në vështirësi, është kjo pjesa e përgjegjësisë morale, të gjithë kemi atë ndjenjë përgjegjësisë ndaj moshës së tretë, ndaj fëmijëve, pra janë detaje të cilat duken të vogla në përditshmëri, por tregojnë shumë për ne si shoqëri. Pra një ndihmëse vogël në bankomat të një pensionisti, në autobus, diku. Në autobus, një sjellje tjetër, ta ndihmosh ndoshta me qeset e pazarit, teksa ngjitet në katin e 7-8. Pikërisht. Këto na e kanë mësuar në fakt që në familje. Familjet shqiptare duhet ta themi që na kanë mësuar që
pleqt, thënë në termin pleqt, mosha e 3 duhet ndihmuar, fëmijët po ashtu, nëse shikon një person në vështirësi duhet ta ndihmojmë. Vajza shtatzëna. Po. Në këto raste, ajo që mbetet një pjesë tjetër shumë interesante për të gërmuar një histori janë komentet e opinionit publik. Çfarë nuk lexoje në komente, disa e përgëzonin Renaton, disa të tjerë thonin që mund të bënte edhe ndryshe, se kur ka 17.000 thoshte mund të ketë edhe shumë të tjera, kishin bërë llogaritë e turistit, dhe nga ana tjetër kishte shumë që e lidhin me zonën, pra thoshin në Ksamil dhe në Sarandë nuk të humbet asnjë gjë, se zotëria është nderuar, është nga Saranda. Kjo ndjesia e përkatësisë, e patriotizmit, e krahasimit që kemi se ne jemi shqiptarë dhe gjithçka e vënderin të parin. Po. Si e shpjegojmë? Unë i kam lexuar në fakt komentet dhe do thoya që ndoshta pa e provuar vetë, në çfarë do bënim, nuk e dim asne. Është shumë e thjeshtë të shkruash dhe të thuash që shikon, mund të mos i tregoje, po në momentin që ti gjendesh përballë atij fakti, ndoshta vjen në rol të gjitha ato vlerat që ti ke si njeri, të gjitha ato mendimet që familja të ka trashëguar, sepse po ta vëmëres zotëria është një moshë, pra nuk kemi të bëjmë me një adoleshent, është një moshë i cili vjen nga një familje qartësi e shëndetshme përderisa ka këto vlera shqiptare, ta themi pak përkatësi. Shqiptare. Kështu që përsa i përket komenteve është tunduese, lexoja me një koment, por ndoshta edhe unë do kisha për të njëjtën gjë, thoshte njëri për komenteve. Pra kjo tregon ato vlerat që njeriu ka edhe ato pikpyetjet që kanë në situata të tilla. Unë kam një pyetje që lidhet me fëmijët, edhe kjo është pyetja ime e fundit. Çfarë duhet të mësojmë fëmijëve në këtë rast? Se ne si të rritur mendoj dhe shpresoj që veprojmë drejt kur gjejmë para. Por çfarë duhet të mësojmë të vegjëlve, fëmijëve, kur gjejnë në rrugë jo vetëm para, por ndoshta edhe një bizhu të dikujt, një sen me vlerë, një objekt me vlerë. Çfarë duhet të bëjnë? Si mund të punojnë prindrit në të drejtim me fëmijët? Është shumë e rëndësishme komunikimi i përditshëm. Pra, jo në situata specifike. Sot do zgjohemi dhe do bëjmë këtë situatë me fëmijën. Jo, gjasat që fëmija ta kuptojë janë shumë të pakta. Nëse ne kemi pjesë të komunikimit tonë të përditshëm, që çdo ditë me fëmijën me situata specifike, me situata konkrete, po dhe situata të përgjithshme, gjasat që fëmija ta kuptojë më mirë dhe të futet në pjesë në botën e empatisë janë shumë të mëdha. Thën kjo çdo ditë, që në momentin që ne përballemi me komshita në pallatë, nisim që nga dalja nga shtëpia, pra ta marrim të gjithë procesin, duke i treguar fëmijëve që është shumë e rëndësishme ta ndihmojmë, nëse shohim dikën në vështirësi, është shumë e rëndësishme të gjendemi pranë tyre, nëse ndodh që të gjejmë para, si mund të veprojmë, ku mund të drejtohemi, të flasim me mamin dhe me babin, pra është një punë e përditshme, nuk është se mjafton vetëm një situatë specifike, sepse dhe ne, si të rritur, në një situatë specifike, nuk do mund ta marrim mesazhin mjaftueshëm. Kështu që për ditë nga me fëmijët është Ermela, faleminderit shumë. Zoti Renato zyrtarisht mund të shpallet heroi i muajit, sepse 17.000 euro nuk janë pak, por mos harrojmë që janë gjithmonë shumë më pak se sa vlerat njerëzore që neve na karakterizojnë si popull. Gjithmonë e mirëpritur, jenë shtëpinë tënde, publiku i themi qëndroni me ne, do kemi një shkëputje të shkurtër publicitare dhe do rikthehemi në studio për të folur për arsyen pse ai turisti që humbi 17.000 euro erdhi në Shqipëri. Përgatimet.